Në Kryqin e Kuq, Dega Gjakov punojnë vazhdimisht për të angazhuar individ në projekte humanitare dhe për të rritur numrin e vullnetarëve. Joni Zajmi, instruktor i ndihmës së parë dhe vullnetar në këtë degë, thekson se përfshirja e njerëzve në aktivitete vullnetare jo vetëm që ndihmon komunitetin, por gjithashtu i bën qytetarët më përgjegjës dhe më të vetëdijshëm për nevojat e të tjerëve. Na si pjesëtarë të Kryqit Kuq jemi shumë të kënaqur me aktivizimin e rinisë, sidomos shkollave të mesme dhe fillore që janë shumë aktiv në mesin tonë për vullnetarizëm. Është gjë shumë e madhe me qenë pjesë e Kryqit Kuq, sidomos te pjesa vullnetare që gjithsecili e jep kontributin e vet në të mirën e rinisë tonë që e kena. Ai shpjegon se Kryqi Kuq organizon trajnime, aktivitete sensibilizuese dhe nisma bamirëse, të cilat ndihmojnë familjet dhe individët në nevojë. Ko pas kohe, ka vullnetarët e Kryqit Kuq pjesa e rinisë mbajnë manifestime të ndryshme, organizime të ndryshme në mbledhjen e të hollave, të cilat shërbejnë për blerjen e pakufishimore për familjet nevojtare, është një numër i madh. Ko pas kohe që mbajnë aktivitete, mbajnë filma ose krijojnë një film për mi mbajt edhe me biletat që mbledhen shkojnë për antarësim, po ashtu të pas parasysh edhe shkolla, nëpër shkolla ka vullnetar të mëdhej, anëtar të mëdhej që ndihmojnë me pjesën monetare për Kryqin e Kuq. Kjo ditë është shumë e veçantë për ne, sidomos i kisha sugjeruar gjithëve me qenë vullnetar, më antarësu në Kryqin e Kuq, me ndihmu familjet nevojtare, nuk ka gjë më humane, më të madhe kur ti me një shaj solidarizimi tëndin e ndihmon një familje nevojtare. Vullnetarizmi nuk është vetëm një veprim human, por edhe një mënyrë për të forcuar lidhjet brenda komunitetit dhe për të krijuar një mjedis më të kujdesshëm dhe solidar.